Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet më të përsosura I dërgojmë njeriut më të mire, më të dashur në rrugën toksor, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, në prak të nxehtit dhe të verës, deshëm apo s'deshëm, na si besimtar e kemi për obligim dhe detyrë t'u përcjellim njëri tjetrit etikën dhe tërbijen që ka të bëjë me veshjen. Padyshim se kjo veri, kjo begati, ky nimet I Allahut Azza wa Jall, her pas heri din të shëndrot në nikmet dhe azab dhe shkatrim dhe helaç nga ana Allahut subhanahu wa taala. Këtë po përmendmi nga se Allahu Azza wa Jall u tërheq vërejtën besimtarëve duke u thonë në suratul A'raf: Ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriya sawatahuma. Thot o ju bijtë Ademit, mos të joni që shejtani t'ju ban juve fitne, ashtu siç ju bani fitne nanës dhe babës suaj, Ademit dhe Havës, kur I nxjerri ata prej xhennetit, e pastaj tha atimve o nxjerri teshat që t'ju duket aureti, që t'ju duken pjesët e turpshme të trupit të tyre. Dhe thot Ibn Kathiri rahmetullah alej, mëkati I parë pas këtij gabimi që ka ndodhur tek bijtë Ademit dhe te vet Ademi dhe Hava është shplimi I auretit. Dhe del në pahdën mejdan se çdo shplim I auretit vjen si pasojë ndonjë gjunaje dhe ndonjë mëkati që I ka parapri atij. Dhe se dalim me një konkluz se gjitha këto shplime dhe këto devijime në veshmbathjen e besimtarëve që e shohim në trojet e tona janë si pasojë e ignorancës, si pasojë e mëkateve, si pasojë e gjunaheve që na kemi mri me një deregje, me një shkallë që me fol për shplimin edhe tek femrat edhe tek meshkujt. O xhallarët e ton pleq, më herët kam pas mision që të flasim për shplimin tek femrat, kurse për të meshkujt s'ka pas nevojë. Kemi ardhur me një deregje që me fol se edhe burrat nuk u dashka me u shplu, sepse kanë filluar edhe burrat që të shplejnë auretin, që dalin si ka hije nga shtëpiat e tyre. Përke çka thot Allahu subhanahu wa taala: "Falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma." Thot dhe ata kur e shijuan pemën, Allahu azza wa jalla u shplei atyre auretin dhe ju dukon pjesët e turpshme të tyre. Vera është nimet dhe begati Allahut azza wa jalla që besimtarin duhet ta shndron devotshëm në të mirë, në falënderues për nimetin dhe bereqetin që sjell me vete kjo verë. E jo kjo neve të na shtin që na të bëjmë gjunahe e mëkate, të cilët gjunahe dhe mëkate nuk kërkojnë punë dhe angazhim, por se kërkojnë vetëm kujdes dhe veshmbathje, ashtu si ka hije një besimtarit dhe një muslimanit. Përke çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Thot dy lloje nga banorët e xhehenemit nuk I kam pa. Si ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama pas kanë qenë banorë të xhehenemit. Grupin e parë përmend disa zullumçar dhe grupin e dytë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa nisaun kasiyatun ariyatun." Thot dhe disa gra, të cilët janë të veshta, ama janë të zhveshta. Janë të veshta, mendojnë se janë vesh, kurse ata në realitet janë të zhveshta. Thonë komentatorët e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot janë gratë të cilat dalin nga shtëpitë e tyre me veshmbathje të shkurtë, me veshmbathje jo islame, me veshmbathje të dukshme, që a përcjell të tjerëve likurën e tyre, që ju bën fitne dhe sprov meshkujve dhe burrave të huaj. Këto janë gratë që janë të veshta në pamje, me kurse në realitet janë të zhveshta. Gratë të cilët dalin me pantallona. Dhe këtu I përfshim edhe burrat të cilët veshin pantallonat e të dukshme, sidomos një far leni I cili ja përshkruan burrit çdo sen që ka në të.
Kam përmend komentator kanë thonë këtu hin edhe veshmbathja e ngushtë e cila ja përshkruan trupin femrës apo mashkullit. Dhe këtu hin edhe mantillat e ngushta të cilat ja përshkruajnë gruas trupin dhe vujudin, përshkruajnë çdo sen që ka në te, e mbuluma ama e pa mbulume. Kur sepse mbulesa qëllimin e saj e ka që ta largon fitnën nga meshkujt e huj. Dhe kam përmend dietarët, këtu I kemi thonë di gjunahe. E para gjunojnë e vetvetes tonë që I ke shpru vetën, e dyta që të tjerëve ju ke I bo fitne dhe të ke tërheq syrin e huj që e dhajtin gjuna. E barë gjunojnë e vetvetes tonë dhe gjunojnë e huj që ti e bo shkaktar që të hinë gjuna. Sa prej nesh bëjmë shkaktar që gratë tona dalin nga shtëpia të veshta jo si muslimane, të veshta ma të gjveshta, të veshta si ka hije një besimtarës. Sa bura prej nesh dalin nga shtëpiat e tyre me tesha të ngushta, me pantallona të ngushta, më bet se pantallonat e grave. Sa prej nesh dalim me tesha të I dukshme, sa prej djemve ton tërhekim vërejtën, sidomos të trit, që veshim pantallona me prejnë të shkurt, të cilët pantallona u ashprejnë edhe brekte mbrëndshme, hiç pa pas marrë një mashkull, një burr me dal ashtu prej shtëpisë vet, ala hiç pa pas marrë me ardh ashtu me guxim, me u bashkangjit safit të muslimanëve. A e din se ke gjuna për vete dhe ke gjuna edhe për atë që falet pas teje që s'din ku ti çon sytë veta. O vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-mukhannathina min ar-rijal wa la'ana Allahu al-mutarajjilat min an-nisa. Thot mallkimi I Allahut, a mallkim do me thonë që njerëzit të cilët kur s'kan me shiju kënaqësinë e xhenetit, edhe kanë me qenë të përzant nga mirësitë e xhenetit, këto janë të mallkumit. Thot Allahu I mallkoft burrat të cilët veshën sikur gra. Thot Allahu I mallkoft edhe gratë të cilët veshën sikur burra. Burri I cili lejon që gruaja vet të del nga shtëpia në këtë formë veç sikur burrat, vallahi keni frikë nga mallkimi I Allahut azza wa jall. Nuk dojmë që askënd me nënçmu. Nuk kemi qëllim që askënd me përkull dhe me amar në përkom ftyrën. Jo vallahi, është përgjithësia jonë dhe obligimi yni që na të këshillohemi me zvete, që na të këqijave që I kemi, gabimeve që I kemi të themi ndal, dhe ta korrigjojmë dhe përmirësojmë njëri tjetrin. M'vjen keq që një vllai jem një besimtar që vjen saf me mu, të I bom lanet nga ana Allahut azza wa jall. M'vjen keq që një vlla, një musliman që vjen mu falë në saf me mu, tjeti mallkum nga në Allahut shkaku I pantallonave apo këmishës që e ka vesh. Vjen keq një vlla që falet me mu, që tjeti mallkum nga në Allahut shkaku I bashortës së tij, e cila bashorte është nën kontrollin e tij, e cila bashorte kur ka bon një qa, kur është boni që ka pranu që t'jetë nën kontrolin tënë dhe ka pranu që të nënshtrohet dhe që t'i zbaton dhe praktikon rregullat fetare. O vëllezër, o besimtar, kjo është një gjuna shkaku I luksuzeve që I kemi. Kjo është një gjuna për pikë të qefit, sepse askush nuk na shtin mu vesh me tesha të shkurta të I dukshme. Askush nuk na shtin mu vesh dhe mi u ble grave tona pantallona sikur të burrave. Askush nuk na shtin që grave të tona mos t'u ablejmë mantillin dhe mos t'u avnejmë shamijat. O vëllezër, kjo është një mendimallsi, ndoshta edhe ignorancë, shkaku se na nuk I dim rregullat dhe parimet e Allahut dhe kërcënimet e Zotit që vijnë për ata të cilët nuk kanë kujdes në veshmbathje. Ju themi meshkujve mos u vdeshni. Mare ju kaf me dal me shorsa rrugve, të cilët shorsa nuk u ambulojnë avretin. Avreti është prej kërthinzës deri tek gjuni. Një burit musliman si ka hije me dal kështu nga shtëpia e vet. Besimtar të cilët falin namaz, të kenë kujdes që kur të shkojnë në sejdë apo në ruku, që të mos ju duket kofsha, sepse shpeshherë shejtani na ban vezvese dhe thotë unë kam nërgju, ama I ka të gjuni kur të shkon në sejdë e gjithë koma e tij I duket. Besimtarit ketë kujdes që kur të shkon të freskohet në ujin dhe mirësinë që Allahu ja ka bën nasip, të mos e shplon avretin e vet.
Bani ma me komunizmat që na kanë bejt prej komunizmit, me thonë hajtë sekret kemi qenë në asker. Dil me brek laju para gjithë burave, edhe buri para burit e ka haram mu la me brek, e ka haram që mu la me brek, që mi ashplu kofshin e ti, kamën e ti. Buri para burit ka drejt me dal vetëm me shorsa që janë prej kërthinzës deri tek gjuni, ma shkurt e ka haram me dal, dhe është i malkum prej Allahut shoku se e ka shplua vrejtin e vetë. Atimve komunizmave ju themi balni ma se na kini marë për para dhe na banë të helas që 50 vjetë. Ndalni ma dhe mos i shpërndani ato mendime, sidomos ju pleqt të cët keni marë pjesë në ushtrinë e jënas me thonë, ketë kemi qenë në asker. Balni ma këtin dhe fjallëve, na e murët në përqafë dhe në përkome dhe tritë. Balni ma këtin dhe të këqijave dhe thojnë ndalë, e ke marë se e ke marë në qafë vetën, mos i merë në qafë të rritë. Gjdo kush, gjdo bur, gjdo musliman e ka obligim që këto këshilla ti përcjell të shtëpia e vetë, me sinceritet. Nëse ti e veti tim, përmisohu prej sot ban tyve. Nëse e ki grunë qashtu që veshët, shko dhe këshilloj me fjalë të mira e të urta, dhe përkujtoja xhenemin, përkujtoja xhenetin, përkujtoja mirësitë Allahut që i ka garantuar për një grua devotshme dhe muslimane. Nëse ki e vladin ashtu, shko te shtëpia dhe ndreja teshat, bënë nasihat dhe ndryshoje. Lusë Allahu azza wa jall që tritë tonë tirun, trejat e tona tirun, të na bën nga ata që veshën me veshje që e gëzon Allahu azza wa jall, me veshje që gëzohet Allahu azza wa jall, me veshje të cilat veshje neve na i garantojnë dhe sigurojnë mirësitë e Zotit, veshje të cilat na i garantojnë dhe sigurojnë veshjen e xhennetit. Innehu waliyu dhalika wal qadiru alayh. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة